ikje nga ishulli ndoshta më izoluar i kësaj pjesë të Italisë, Ventotene, ishulli atje tutje, një nga ishujt më të vegjël të Tirenit, po i famshëm për ishullin tjetër përballë, Santo Stefano, ku ndodhej burgu i famshëm i Santo Stefanos, 250 vjet i vjetër, një prej burgjeve më të rrallë të Italisë, më të vjetër dhe më të sigurt, nga i cili askush nuk është arratisur kurrë, dhe njëkohësisht një burg i cili gjën më interesante që ka faktin që ka pasur disa nga të burgosurit politik më të rëndësishëm të Italisë dhe të Shqipërisë brenda tij. Duhet vish me traget nga Napoli, është rreth 2 orë e pak, ose nga një tjetër qytet italian, ka një traget paradite, një traget masdite. Kjo është e gjithë agenda për të shkuar, thash, në një nga ishujt më të izoluar të Italisë. Shiheni dhe burgun.